Përshëndetje të nderuar teleshikues të RTS Gjirokastra. Jemi së bashku në këtë edicion informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. 8 marsi është dita ndërkombëtare e gruas, një ditë për të festuar arritjet dhe kontributet e grave në shoqëri dhe për të nderuar historinë e lëvizjes feministe që kanë kontribuar për barazi gjinore. Në Gjirokastër, kjo ditë konsiderohet më tepër ditë feste sesa proteste. Sipas qytetarëve, vitet e fundit kanë ndryshime pozitive për sa i përket barazisë dhe të drejtave të kësaj gjinie në shoqëri. Gjirokastra sot është gjallëruar nga atmosfera festive 8 marsit, duke mirëpritur edhe turistë të huaj që zgjedhin këtu që të festojnë. Kjo ditë nuk është vetëm një fest, por edhe një kujtesë për përpjekje gati një shekullore për barazi, paqe dhe drejtësi për gratë në mbar botën. Afishohen për herë të tretë listat e zgjedhësve në Bashkinë e Këlcyrës, ndërkohë që në këtë ekstrakt janë vërejtur ndryshime, kjo për shkak edhe të regjistrimit të emigrantëve në platformën PER. Në Bashkinë e Këlcyrës ka në total 8.822 zgjedhës. Banorët e Dropullit u drejtohen studiove ligjore për të zgjidhur kryesisht çështje pronësie. Njëkohësisht detyrohen të certifikojnë shkresat të nevojshme për institucione të ndryshme në Greqi. Vijojmë gjërësisht me materialet e përgatitura. 8 marsi është dita ndërkombëtare e gruas, një ditë për të festuar arritjet dhe kontributet e grave në shoqëri, por edhe për të nderuar historinë e lëvizjeve feministe që kanë kontribuar për barazi gjinore. Në Gjirokastër kjo ditë konsiderohet më tepër ditë feste sesa proteste. Sipas qytetarëve, vitet e fundit kanë ndryshime pozitive për sa i përket barazisë dhe të drejtave të kësaj gjinie në shoqëri. 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas ka marrë një dimension më festiv në Gjirokastër, duke u konsideruar si një ditë feste më shumë se sa një ditë proteste. Sipas qytetarëve, vitet e fundit janë vënë re ndryshime të dukshme në fushën e barazisë dhe të drejtave të grave në shoqëri. Festa është feste, nëna gëzojnë në nënat, prandaj dhe neve festojmë si ditë feste të nënave. Krahasim me kohët e para që jemi neve, se ne jemi plaka tani, ka ndryshuar goxha. Kështu që neve akoma kërkojmë që të ndryshojnë dhe më shumë. Protest ka qenë, po tani e bërën fest. Jashtë shtetit bëhesh protest për lirinë e gruas. Që jemi të lira, të lumtura, të gëzuara. Shkollimi në radhë të parë. Pastaj është emancipimi. Shkolla në plan të parë, pastaj të tjera të vinë të dytat. Mendoj që duhet të gjitha gratë festojnë pavarësisht se disa munde, disa nuk munde. Dhe juroj të gjitha grave shqiptare, dhe gjitha grave në përbot që t'ja kalojnë gëzuar sot dhe shumë vitet të tjera. Sot është më mirë të festojnë apo të protestojnë për disa të drejta të tyre? Sot është mirë të festojnë sepse gjatë gjithë vitit mendoj se protestojnë. Ka ndryshuar esën që kërmirë, për gratë flasën, po ka dhe të tjera. Ndërkohë, lulet janë dhurata simbolike, si një shenjë respekti dhe mirënjohje për kontributin e grave. Në këtë 8 mars, këto janë kompozimet më të pëlqyera për festën e nënës, të shtrenjtës nën. Ne po i bëjmë shumë dashuri, trëndafilat janë gjëja më e kërkuar, palën më një në orkiden. I uroj të gjitha nënat që ta gëzojnë festën dhe qofshin gjithmonë sa më të lumtura. Ditën ndërkombëtare të gruas, femrat e shohin si një mundësi për të reflektuar mbi arritjet, por edhe për të kërkuar më shumë hapësira për avancimin e të drejtave të tyre dhe luftimin e padrejtësive. Gjirokastra sot është gjallëruar nga atmosfera festive 8 marsit, duke mirëpritur edhe turistë të huaj që zgjedhin të festojnë këtu. Kjo ditë nuk është vetëm një fest, por edhe një kujtesë për përpjekje gati një shekullore për barazi, paqe dhe drejtësi për gratë në mbar botën. Gjirokastra sot është më gjallë se kur festa e 8 marsit ka mbushur rrugicat e kaldrëmta plot me fytyra të reja, si nga vendasit ashtu edhe vizitorët e huaj të cilët kanë zgjedhur që ta kalojnë këtë datë të shënuar në qytetin e Gurt, ndërsa nuk kanë munguar edhe lulet që janë shpëndarë nëpër bizneset e pazarit karakteristik. Kemi ardhur nga Greqia për të festuar në Gjirokastër 8 marsin, që nga një atmosferë veçantë këtu nuk e prisnim në këtë ditë kaq të rëndësishme, por edhe në Greqi
Pavarësisht se është protest, edhe aty e kujtoj me festime këtë datë, po më pëlqen shumë pazari i Gurt, çdo gjë është e veçantë. 8 marsi, një datë historike shumë e rëndësishme për gratë, ndaj vendosëm që ta kalojmë në Gjirokastër të festojmë bashkë me ju. Gratë duhet të nderohen çdo ditë të jetës së tyre, jo vetëm në këtë datë. Gjithsesi jam e kënaqur që zgjodha të vi në këtë qytet të bukur sepse po më pëlqen shumë. Njerëzit janë shumë mikpritës këtu. Gjithashtu, po në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas, në Gjirokastër u organizua edhe një aktivitet i veçantë muzikor. Ishte Big Band që performoi në kuadër të turit të tij koncentror në 12 qarqet e vendit në pazarin karakteristik, duke bërë që kjo ditë e veçantë të festohej mes muzikës dhe argëtimit. Si pjesë e një eventi koncertor, ne jemi sot në pazarin e Gjirokastrës. Ky vit i ri, ky sezon i ri për Big Bandin sjell një repertor shumë të larmishëm dhe ne jemi Big Band i Orkestrës së Forcave të Armatosura, pra shkurt Big Band ose FA. Dhe sot ndodhemi në pazarin e Gjirokastrës me një super atmosferë, me kaq shumë njerëz dhe me një kohë kaq të bukur. 8 marsi shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture, gjuhe dhe prejardhjeje, por edhe për të përkujtuar përpjekjet për barazi, paqe, mirëkuptim e të tjerë për të gjitha gratë. Qyteti i Sarandës në këtë 8 mars është ndëruar në kryeqendrën e festimeve, ku çdo gruaje ju dhuruan lule. Ato ishin të ftuara nga shoqata e Gruas Jona, që në bashkëpunim me Bashkinë e Sarandës e kthyen segmentin e shetitores në skenë këngësh e melodish dedikuar gruas. Më të shumta në numër se çdo ditë tjetër dhe të vëna në qendër të vëmendjes u ndjen sot gjyshet, nënat, gratë dhe vajzat në shetitoren e Sarandës. Ato ishin të thirrura dhe të ftuara nga shoqata e Gruas Jona, që në bashkëpunim me Bashkinë e Sarandës e kthyen segmentin e shetitores në sheshin e Limanit në skenë këngësh e melodish dedikuar gruas. Në bashkëpunim me Bashkinë Sarandë në këtë aktivitet e menduam me 2 pjesë, pjesën e gëzueshme të saj duke sjell interpretimet e fëmijëve të qendrës kulturore dhe pjesën tjetër duke i respektuar gratë me nga një trëndafil. Grave vajzave, por pa përjashtuar burrat, ju dhurua një lule. Morën edhe informacione të vlefshme për ndërgjegjësimin kundër dhunës me bazë gjinore, por edhe fuqizimin e pavarësisë ekonomike. Të gjitha gratë dhe vajzat duhet të protestojnë dhe të reagojnë për padrejtësitë që u bën, të kërkojnë të drejtat e tyre, të festojnë për arritjet dhe të transmetojnë vlera brez pas brezi. Zonja Gjoni thot se puna e shoqatës shtrihet çdo ditë, derisa çdo grua merr informacionin e nevojshëm. Pjesëmarrje, interes dhe ata që kalojnë shkarazi i pranojnë ato dhuratat dhe fletët informuese nga ana jonë dhe sigur që nëse nuk i lexojnë në moment, një moment tjetër do t'i hapin dhe do reagojnë. Ne vazhdojmë aktivitetet tona të përditshme, sepse puna jonë është herë e dukshme, herë e padukshme. Për kameran ton, dhan urime Trebreza, që u bën pjesë e aktivitetit me dedikim gruan. Uroj për gjithë nënat në gjithë botën, të jenë nënat e lumtura, t'ja kalojnë bukur, edhe uroj shëndet e gjithë të mirat. Gëzuar të gjithë nënat dhe mamarat, gëzuar 8 marsin, mami gëzuar 8 marsin. Uroj të gjitha gratë gëzuar 8 marsin, qofshin nënat të lumtura, me një për mesa, po. Kam 12 nipa dhe mbesa. Gëzuar 8 marsin të tëra nënave. Veprimtaria e sot me buzë shetitore së Sarandës me një mot plot diell vuri në fokus nënat, gratë dhe vajzat. Ai ishte largimi nga tradita vetëm e festimeve nëpër lokale, duke dhënë mesazhe të dobishme për të gjithë, mbi të drejtat e bazës së fuqishme. Ai dha mesazhin e festimeve për arritjet, por edhe të reagimit për padrejtësinë. Afishohen për herë të tretë listat e zgjedhësve në Bashkinë e Këlcyrës, ndërkohë në këtë ekstrakt janë vërejtur ndryshime, kjo për shkak edhe të regjistrimit të emigrantëve në platformën PER. Në Bashkinë e Këlcyrës ka në total 8.822 votues. Në prag të zgjedhjeve parlamentare të datës 11 maj, është publikuar ekstrakti i tretë i listave zgjedhore për Bashkinë Këlcyr. Ky ekstrakt reflekton ndryshimet e bëra për shkak të regjistrimit të emigrantëve në platformën PER. Sipas të dhënave të fundit, Bashkia e Këlcyrës ka në total prej 8.822 zgjedhës dhe 4 qendra votimi.
Për sa i përket listave të votimit, ato janë afishuar në 4 pika në Bashkinë e Kryqëzyrës. Në total kemi 8822 votues në Bashkinë e Kryqëzyrës. Listat për votuesit janë afishuar rregullisht, që nga janari deri tani janë afishuar 3 herë. Nënpunësit e gjendjes civile janë angazhuar për përgatitjen e afishimit të listave të reja me ndryshimet përkatëse. Ndërkaq, u bëjnë thirrje qytetarëve që të verifikojnë emrat e tyre në listat e zgjedhësve. Ne i bëjmë thirrje të gjithë votuesve që të kontrollojnë emrin e tyre në listat e afishuara, në mënyrë që ditën e votimit mos të kenë probleme me gjetjen e qendrës së votimit, pavarësisht se nuk është se ka pasur shumë ndryshime të qendrave të votimit. Të gjithë qytetarët që kanë të drejtë vote mund të verifikojnë emrat e tyre në listat zgjedhore të afishuara pranë bashkisë ose njësive administrative përkatëse. Gjithashtu mund të kontrollojnë të dhënat e tyre përmes portalit e-Albania, faqeve të Komisionit Qendror Zgjedhor, KQZ dhe Ministrisë së Brendshme. Banorët e Dropullit ju drejtohen studiove ligjore për të zgjidhur kryesisht çështje pronësie. Njëkohësisht detyrohen të certifikojnë shkresa të nevojshme për institucione të ndryshme në Greqi. Një pjesë e banorëve të Dropullit drejtohen studiove ligjore për të zgjidhur problemet e tyre, si me shtetin ashtu edhe midis tyre. Emigracioni për masave të larta në këtë zonë ka krijuar shumë çështje të mbartura ligjore, pasi e kishin të pamundur të zgjidhnin paqen prezent. Avokatja Stella Doka na sqaron se Dropullit përballen me problemet që lidhen me pronën, pasi nuk kanë mundur të sigurojnë certifikatën përkatëse. Shumë banorë të Dropullit kanë konflikte pronësie, të cilat ne mundohemi sa më shumë të mbështesim dhe t'ja u zgjidhim, në fillim me mirëkuptim nëpërmjet njëri tjetrit dhe pastaj duke u drejtuar instancave ligjore. Gjithashtu ata kanë probleme dhe me pensionet, për sa i përket nxjerrjen e pensioneve, marrjen e saktë të pagës së pensioneve. Në shumicën e rasteve, për sa i përket temave administrative, këto janë probleme nëpërmjet banorëve me njëri tjetrin, pastaj kalojnë në rangun e dytë midis qytetarit dhe institucioneve. Njëkohësisht, duhet të pajisen dhe me shkresa dhe vërtetime certifikuara për t'i përdorur në shtetin grek. Për më tepër kanë vështirësi edhe me përkthimet zyrtare, nga gjuha shqipe në gjuhën greke, sepse u duhet patjetër një përkthye zyrtar i licencuar grek. Megjithatë, aktualisht në Dropull nuk është çelur asnjë studio ligjore. Bashkia e Tepelenës ka intensifikuar punën për pastrimin dhe shtimin e hapësirave publike, duke vendosur 250 kontinjer të rinj për grumbullimin e mbetjeve urbane. Këto masa synojnë përmirësimin e mjedisit dhe krijimin e një qyteti të pastër për banorët dhe vizitorët. Bashkia Tepelen përmes sektorit të shërbimeve publike ka intensifikuar punën për pastrimin dhe shtimin e hapësirave publike, duke u fokusuar si në qytet ashtu edhe në zonat përreth. Puna e shërbimeve është fokusuar në sistemimin urban, mirëmbajtja e hapësirave të ndërtora rishtazi, pastrimi i akseve rrugore dhe hapësirave publike, shpërndarje stolash dhe kontinjerësh për mbetjet urbane. Për momentin mbulojmë rreth 2.7 km2 hapësira publike, nga të cilat 1 km2 është në njësinë qytet dhe të tjerat në njësi administrative, si dhe pjesë e planit të punës tonë është dhe pastrimi i rrugëve rurale dhe rrugëve nacionale, të cilat janë rreth 52 km rrugë në gjatësi. Një tjetër hap i rëndësishëm në këtë drejtim ka qenë vendosja e rreth 250 kontenjerëve të rinj për grumbullimin e mbetjeve urbane, për të garantuar një infrastrukturë më efikase të pastrimit. Kemi të shpërndarë rreth 257 kontinjene të gjithë hapësirën e Bashkisë Tepelen, edhe mbulojmë 95% të territorit, përveç 2 fshatrave të cilët planifikojmë të mbulojmë brenda 2 mujorit të ardhshëm për shkak të rrugëve të cilat janë në ndërtim e sipër. Me këto masa, Bashkia Tepelen synon të krijojë një standard të ri në menaxhimin e mjedisit, duke ndërgjegjësuar qytetarët për rëndësinë e ruajtjes së pastërtisë dhe mirëmbajtjes së hapësirave të përbashkëta. Fermeri Periklin Naçi në Kulluric të Finiqit është kthyer nga emigracioni, duke ju përkushtuar kulturës së ullirit. Aktualisht në këtë fshat numërohen 25.000 rrënj ulliri. Fshati Kulluric në Bashkinë e Finiqit ka një klimë optimale për kultivimin e ullirit. Madje, gjatë dekadave të fundit banorët kanë mbjellë me shumicë, duke çuar numrin e rrënjve të ullirit në 25.000. Periklin Naçi u kthye para disa vitesh nga emigracioni, duke ju përkushtuar kultivimit të ullirit. Unë kam rreth 700 rrënj ullinj. Po thuaj se arrit 2 tonë gjysmë vaj. Që është për mua jam shumë i kënaqur. Ke prodhim shumë i mirë. Nuk kam vetëm ulli. Kam dhe vreshta, kam dhe ara, kam dhe sheg, kam nga të gjitha. Gjithsesi, Perikliu e shet vajin e ullirit jo vetëm në disa qytete të ndryshme, por edhe jashtë vendit.
Jap dhe në Tiranë shumë vaj, jap në Sarandë, jap dhe në Greqi, nuk me ngelet fare vaj. Tani po thuaj se jemi në shkurt edhe vaj Ngenzora po thuaj se ka mbaruar, nuk ngeli fare, edhe me çmim të shumë të shkëlqyer. Kërkojmë ndonjë ndihmë to pastrimet që i kërkuam të na vi uji për të vaditur to gjëra çat e tjera, se tani të gjitha ben, po ke mundësi të punosh, të gjitha ben. Fermerët e Finingit do të ndërmarrin së shpejti hapat e dur për certifikimin e prodhimit. Delvina dhe trevat e saj titullohet libri që mban autorsinë e ekonomistit Ilirian Haxhi, i cili u promovua në një auditor me intelektual nga Delvina e Saranda. Kjo enciklopedi përmban 300 artikuj dhe 178 personalitete të gjitha fushave dhe nga gjithë hapësira, që përfshin Delvina qytet dhe 28 fshatra që përbëjnë trevat e saj. Një tjetër botim plotëson kolanën e enciklopedive që janë shkruar për Delvinën. Delvina dhe trevat e saj erdhi tek lexuesi si sipërmarrje intelektuale e ekonomistit të njohur delvinjot Ilirian Haxhi. Botimi më i ri në format dhe me kritere enciklopedie paraqet historinë me mbi 500 vite qytetarit të Delvinës, pasurinë kulturore, arsimore, sportive dhe të zejtarisë, asetet e trashëgimisë materiale të kulturës shpirtërore dhe traditat patriotike e liridarse, përfaqësuar nga emra të skalitur në memorien kolektive. Enciklopedia me re, pak ditë pas shkuarjes të lexuesi, është prezantuar në një auditor me intelektual nga Delvina e Saranda, me prani të historianëve, kryesve e studiuesve. Ke lexuar këtë libër? Pas çdo faqe, gjen përgjigjen e pyetjes që autori ngrin në parathënie. Vallë, brez i ri që vjen në këto kohë moderne. I njeh të parët tanë, historinë, gjyshërit, stërgjyshërit, legjendën e bistricës lumshum që mbante gjallë jetën në këto troje, të Kuçedrës, shtektimin mira vjeçar. Kush ishim? Ku ishim? Nga vijim? Kush jemi? Ku jetojmë e ku shkojmë? 3 religionet fetare, muslimanët, krishterët dhe bektashianët, kanë pasur një harmoni aq të fortë mes tyre që do ta gjeni me shembuj në këtë libër. Shpresoj të jetë një augur i mirë ky libër për të frymëzuar delvinjot të tjerë, të shkruajnë për këto troje dhe bijtë e saj. Ky libër i Zotit Ilirian është një vazhdë, është një punë kolosale që rrallë kush mund ta bëj mbështetur në këta historian dhe kronikan të Delvinës. Së pari është kodiku i Delvinës. Është burimi të gjithëve që kanë shkruar më mbrapa. I ka shtuar trevën e saj dhe rrethinat, që nga fshati i Tatzatit në Perëndim dhe deri tek Muzina në Lindje, por edhe të periferisë. Për Delvinën, qytet me rënj guri, thot autori, për atë vend banim të lashtë dhe unik. Kemi në dorë një libër, një pasuri, me shumë vlera brenda. Ku e gjeti motivin e hartimit të kësaj enciklopedia autori? Dashurinë për vendlinjen, Delvinën, në respektin për historinë, atë në vlerat e traditat delvinjote, mikpritjen, në merakun e tij si intelektual për të ardhmen. Dhe Iliriani ka dhe kishte një merak që tani realizohet sepse librin e botoi. Për të sjellë në jetë këtë botim, autorit ish dashur të kontaktojë e intervistoi shumë delvinjot dhe njerëz nga të gjitha fshatrat e kësaj treve, të cilët u bën mbështetja e tij me kujtime, përjetime, dokumentacione, fotografi. Kam kohë që kam punuar për këtë libër dhe duke konsultuar, kam mbledhur, kam intervistuar, kam lëvizur me dhjetra, me qindë njerëz, kam kontaktuar dhe ajo që më ka bërë përshtypje të gjithë delvinjotët, kudo që janë, brenda dhe jashtë vendit, kam pasur një interesim të jashtëzakonshëm për të dhënë një informacion ose një detaj ose një histori për fshatin e tij, për qytetin e tij, për lagjen e tij dhe për familjen e tij. Të gjitha këto unë i kam mbajtur shënime dhe i kam sintetizuar në këtë. E rëndësishme është jo vetëm të flitet, po e rëndësishme është të shkruhet se ajo ngelet. Enciklopedia Delvina dhe trevat e saj përmban 300 artikuj dhe 178 personalitete të gjitha fushave dhe nga gjithë hapësira që përfshin Delvinën qytet dhe 28 fshatrat nga Tatzati në Muzin që përbëjnë trevën e saj. Ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju lënë në shoqërinë e RTS Gjirokastra. Bashkë mirë takofshim.